dy gjëra që i thamë më shumë. Në ditën e Zotit me shohim, këshillën e Zotit shumë madhe, e të pashur. E jemi të thirrur me u kthye të Zotit e me jetë kotidiane. Problemi ynë dhe me lojë jetës tona si kanë thënë shpesh, në kapi ynë i madh është edhe pse nuk e di shpesh, është me jetuar të mirë keq. Kjo është. Për djalin plan prishës është, ati ka një plan për ta, e aje të prish planin e atit të tina, tu i marë gjana e tina që nuk janë tina, se janë atit, por atija jetë të në bujarë, bërë, edhe pse din të rrugën e të biri, tu njoftë rrugën e të biri, aje nuk i marë në në fesë, e nuk i ati nuk i në fesë, po pretë të dera, të shpresua se biri ti të të thërë. Kur kë i pësën të gjitha pasoja e mkatit, filloj me javëmen sa më shkesh, ka rave një gjendje të keqe të sore, ka rave të digniteti. Kur vetëm kur bje mirë për e digniteti, e shështë të ka rave që kanë thish, jati që shkërtorë, e kyjtje si bretë në shpi. Do të me hambë që që bunat e dhime, edhe nuk ja jetë të kush, ka thënë sa pedisme, sa përdojnë të matit të mërë ku karoto, as i shmuna për një kush, ka njësë me jarme. Por mënyra jetësore dhe në të një gjendje të tjilë. Me i jetu e zanët, pa Zotin a me jetu zanët kështë. E Zotin a thënë për me jetu zanët mirë të jetu mirë, në mësona për me marë në shkollë, me marë, si me thënë, pushtet një gjana shumë të vlaja, që s'kajnë mirje me pasurit të pësore. I në thirë me marë përsi për trashëgimin e atit që i ka gati për me. Nuk është lojë, kjo nuk ka lojë. Këtë neve në duhet me thirë mendjes, a një ka kur një qëta e smallë dhe në prejtë një mundë për jetë, gati që nuk ka përmuna. Këtë mundë në ka po djallë, në ka shimë zemër, atë fullin e digniteti, në ka shimë, e ka përdorë një farë vedje të fortë, si për shamë ka kemë vege komunizmi, as i komi që i shi lapsi, komunizmi a këtë jam të e shi i vullin e paksimi brenda në shkë, këtë burra e grau, për shamë baba të namana, që i kena ka gjarda e 7 vjeqa, sot shkret hitin tesh me marë, me një shire e fesë, sepse nuk kanë fajnë, kanë pjesën e fajtë, për una me i shkua për ata qëra, nuk ditë dhe nuk mundën pëse. Ashtë da që ka i vullë, më thellua, vazhdimisht dhe mu pasurua në mira, e nuk ka mujtë kur më shyre. Për këtë, Jezusi të ta, sa një sëstinë në shdojnë të ta. Ashtyja pëse na jetojmë shpesh në pjesëve, nuk e jetojmë tishka me sëllinitë, ashtë në nuk dim shdojnë të rejsh, se njeriu që dim tishka me vetëm në Krishtë dim tishka me njeri, po dim që avanë, se dim sa janë të vleshme gjanë. Por, jeta lërë Zotit në kjo të një thamë, shpejt, sepse shkonë borë, dhe një shumë kesh, po i këtë mundësike dhe në këtë kohë me vërtet, për fminë dhe për njëri tjetëri. E mori që të nëzit po me njëri me që në me që ditë në shqipë, por nuk mund në me da gjyshat dhe gjyshat të tjetë që du të ardhë për bashkë me fminë, por i kërkoj të reqë dhe dhe që në vetë jam i dhjë ma konkrete ma i problemë, por ka i kena në të kuptua mirë. Bela të ndohen me forë shumë, për me ju ma me kuptua mirë, por do të zhjithë të kërkoj në dhjesë të të. Ajo që ka një në ndanë prej Zotit që ta me thejnë një atër, që unë du me i të jetën si pas dëshirave të mija ndanë prej Zotit, sepse ajë më të
si me thënë problemi korrekt i parë. Duke i kushtuar I pamparë. Edhe këtë dëshirë edhe e shprehim shpesh edhe për shembull në forma të ndryshme. Kur I klamëroj gjana të mëdha të mia, I shumë, po vazhdoj pak me këtë pjesë. Atena kisha I ka vlerësuar 7 mëkate kapitale, si me thënë capital sins, theory, që janë krenaria, që është mbi vlerësimi I vetvetes, e mos pranimi I Zotit sigurimi gjyqtare. Tamam kjo themi çdo kështu. Ata zhvia, mërzia, ose ajo ilësia për të mirat e tjerëve dhe dëshira që ato të mungojnë. Janë shkollë shumë keqe. Që ajo zhvia edhe gjelozia pse ne pas që por amante jo pse ne pas. Ose gjelozia pse e ka. Edhe dëshira që zdrua që ta ketë. Shamu majnë njëra të kuveni histori I Brifqet. Në një vend, atë shumë dy vllazër kishin arritur në të kesë në njëri tjetrin sa kur I lindi njëri djali tjetri thotë pse më lindi djali. As në të kesë ka shkuar dy vllazër. Sa kur I ka lindur vllau, djali ka thënë pse më lindi djali. Ka dhe mankesh, kur ja ka ndra fëmijë në kjo. Po, kjo është shumë të këshime, dhe ma të shumë një shumë të marrë. Larmia, dëshira të përrume për pasuri dhe gjana materiale. Thirët të manë I katë, thirët kurvëria, keq përdorimi seksualitetit jashtë rregullave dhe urdhërimeve të shkojnë me shkruar, zemrimi, urrejtja, hatmarrja edhe mos falja. Urrejtja, hatmarrja edhe mos falja. Në katë mëkate. Në të drejtësit drejtë. Kur thotë Kryqi e theksoj ka herë se duke pas shumë përvoja të ilta edhe eksperienca me njerëz që do gjana ne në ndryshë shumë. Së mos në Shqipëri edhe vendet ku jetojnë kohët e luftës në Kosovë, në marrëzi për forma të ndryshme të mënyrës që janë marrë njerëzit me ne, I kemi mësuar këto gjana e mundën me urrit për nga duhet në afat të Zotit në javën e tij. Edhe mendjeletësia e përtërsia shpirtore, mos përkushtim nga I fesë dhe shpërfillja e detyrave shpirtore, se të thanë nuk jetoj gjatë jetën e shpirtit, nuk kam interes për gjana të shpirtore. Edhe, si me thënë e dëshira e madhe, me hangër, me babës e me zëdhura. Janë shumë tira që të bashkë. Me pi, me kështë. Këta gjana, vinë mbrava në tira në kate bashkë, me të që mune me në qua të shanë në kate portare, edhe mos merimi I primë, vjen prej krenarisë. Unë jam një shoqë të vetës, vetë jam babë, vetë jam namë, kush ka problem të ty. E kështu me babë, po jam shumë nga në tjere që. Këta mëkate, kërkojnë në të e greshën dhe në fejnë të vërdet, me shkua të me shtari, nuk thëmë të vetë. Me shkua atje, kur Zotit fuzë me shkua, me fyre. E me I thamë në gjithë se në kam ka në mëranë. E nuk meritoj asë në të mirë përveç që ja limë që të të shqipë. E me në fyrë të në të mëkate. E mu më thëllua me joftë të të qia që I të bërë në nëshë. Për me mujtë me ribarë u jetë, sepse I më thirë me I të jetë shumë të shakë. I më bite atë, e I të kasë në të risti. Gjithë shka e mirë ka me fyrë për me. E I thashë, në lypët, veç krijesën e reqen e kalanjës të rishtë. E kështu jeta jo të të marrin një film të rritë.
Ja uroj çdo njeri prej jush këto kohë me të vërtet një jetë që nuk e kem sprovuar